Mirëmëngjes të gjithëve, ju përshëndes përsëmërsisht. Ju uroj një ditë të mbar, të bukur, ashtu siç fillon dita përgjithsisht këtu në studion Mirëmëngjes Shkodër. Unë shpesh ftoj mësuesit, sepse natyrisht ato janë bazë në formimin e çdo njeriu, të një fëmije që shkon në shkollë, natyrisht familja, por sapo hapat e parë drejtohen në një institucion në shkolla. Shkolla është një institucion ku shpirtin e kanë mësuesit të cilët në ecurinë e tyre kanë një libër që shfletojnë në ecurinë e tyre. Kanë shumë emra, koleg, tema, mësimesh, sfida, mbresa të pashlyera nga ditë të veçanta, por edhe ecjen me hapin e kohës, me ato gjëra që i bëjnë të jetojnë përditshmërinë me atë që ofron jeta. Mësuesja që sot kam ftuar në studio nuk e sheh veten të mbyllur në një ambient shkolle apo klase në metrikën e 45 minutëshit. Hapësira e saj e veprimit e bashkëpunimit është shumë herë më e madhe, duke i frymëzuar nxënësit e saj, duke i bërë që ata të ndjejnë jetën dhe mësimin në një bashkëveprim shumë të madh, ashtu siç ajo vetë ndjen në një bashkëpunim me kolegët dhe me platforma të ndryshme që afrohen për zhvillimin e aftësive dhe kompetencave. Ajo është e përfshirë në fushën e edukimit me platforma ndërvepruese, të cilat unë besoj do t'i zbulojmë në bisedën e sotme. Me mua sot në studio është mësuesja Lindita Cungu Lohja. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Kënaqësi që kam. Ishte kënaqësi. Emrin tuaj prej kohësh e tingëlloj në vesh dhe kam dëshirë t'ju ftoj, apo që erdhi dita që ju të jeni në studion Mirëmëngjes Shkodër. Është diçka e bukur dhe mbreslënse, besoj, aktiviteti juaj. Unë jam një mësuese faktikisht. Në fillimet e mia isha një mësuese e thjeshtë, si gjithë mësueset e tjera, që me pasionin e saj tenton të jap më të mirën për nxënësit me ato kurrikula që kemi pasur në fillimet tona. Unë jam mësuese e fizikës dhe kam një përvojë 25 vjeçare në arsim. Pra jeni një mësues mjeshtër. Po. Kam filluar në fillimet e mia, pra një vjeçar të mirë, e kam bërë te shkolla Jordan Misja, ku në kam qenë nxënëse. Dhe kam pas një përvojë shumë të mrekullueshme me njëherë shkollën e mesme. Po, me njëherë shkollën e mesme. Kam pas një staf të mrekullueshëm që më kanë përkrah, sepse ajo është shumë e rëndësishme e para. E vërtet. Kur fillon punën, të gjesh një mbështetje, ku unë kisha si kolege mësuesen time kujdestare, Beli Trashani. E përshëndesim profesoresh Belin me shumë respekt. E cila më ka dhënë një mbështetje të pa kufizueshme. Por ajo që vëre tek ju Lindita është aktiviteti mendje hapur që keni, bashkëpunimi që ju keni, hapi plot kompetencë në atë bashkëpunim me platformat të Bashkimit Evropian, i cili i drejtohet projekteve të realizuara nga mësues dhe nxënës, duke rritur kështu hapësirën e bashkëveprimit, duke komunikuar dhe duke e bërë çdo hap tuajin shumë bashkëkohor. Unë më pas shkollës që fillova, kam ardhur si mësuese nga fshati i ri, ku kisha edhe aty kolegët që kanë qenë dhe në studion tuaj. Nga fshati i ri më pas erdha në shkollën Pashkovasa, ku kam një eksperiencë prej 8 vitesh atje. Dhe kemi pasur një drejtor, Lorenz Mosin, i cili shumë respekt. Duke qenë mësuese që fillova si mësuese informatike, atëherë filloi informatika si lënd, më dha një link dhe tha të lutem shikoje këtë sepse më dukesh më adapte për ta realizuar dhe
pastaj do ta delegosh te mësuesat tjerë. Me kurështjen fakt të mësueses, për të pasur se si mund ta menaxhojmë më gjerë procesin mësimor. E hapa si link dhe u regjistrova, kur pash që ishte një platformë që kishte mësues nga gjithë Europa. Ishte viti? Dhe shkolla ishte viti 2014. 2014. Për regjistrimin. Ishte një eksperiencë ku për regjistrimin dhe për marrjen e informacionit më faktikisht më shkoshin ditë e ulur në kompjuter për të marrë vesh se çfarë është në fillim. Dhe ne kemi qenë një numër shumë i vogël mësuesish nga gjithë Shqipëria që jemi fut në platformë dhe kemi bërë një si thonë përvojë autodidakte të mësimit të platformës një herë, se si funksionon. Pra nuk kemi pas trajnues. Ju keni zbuluar hap pas hapi. Kemi zbuluar çdo gjë vetë hap pas hapi, duke shënuar se çfarë po bëjmë. Edhe më pas 4 vitesh unë bëra ambasadore e rrjetit të Twinning, duke dhënë pastaj eksperiencën time dhe se si funksionon kjo platformë për mësuesit e tjerë. Atëherë, platforma e Twinning është çfarë është? Është një platformë? Është platformë e krijuar në platformën gjithëpërfshirëse e SEP. Është European School Network platform, e cila përmban shumë platforma të tjera të Komisionit Evropian, por e-Twinning është platforma që lidh rrjetin e shkollave europiane në bashkëpunim me anë të projekteve. Pse ju tërheqi pikërisht për të qenë se ju mund ta kishit zbatuar atë porosi që ju dha drejtori, ti kishe dhënë një përgjigje falendëruese edhe më pas edhe mund t'ishe larguar, kishe orën e mësimit, kishe temat e ditës, ishi mjaft e ngarkuar. Por ju diçka ju tërhoqi. Po, u përfshiva faktikisht në një projekt, edhe u përfshiva dhe emocionalisht, nga që ishte edhe ndryshimi i kurrikulës duke u fut lana informatikës, ndryshimi i nga ana tradicionale të në anën e teknologjisë së mësimdhënies, u përfshiva emocionalisht me mësuese nga Tirana dhe nga Kuçova ishte atëherë. Pra, ky rrjet mundsonte bashkëpunimin edhe mes mësuesave të Shqipërisë. Projekti i parë ishte Rinia Reale vs Rinia Digitale. Vetë emri domethënë të përfshin në pjesën e teknologjisë. Se si rinia po shkon drejt hapave të përdorimit teknologjisë, në ndryshim nga ne që kemi pasur vetëm librin edhe klasën. Ajo tendenca për të shku te klasa pamure ishte shumë sfiduese, ishte shumë përfshirëse, dhe ne kemi pas sfida në këtë projekt sepse nuk kishim laboratore. Dhe unë e tregoj ka i herë kështu me qeshun, kam shkut në një sallë lojrash për të bërë lidhjen online. Për të bërë lidhjen online me mësuesat, edhe majmën që atë ditë ishte edhe stuhi edhe shumë shije, shumë ftofte, shumë kështu, për të bërë takimin online që kishim larë me mësuesat në orën e caktuar, ditën e caktuar. Me nxënësit më pas kemi takuar nxënës me nxënës në takimet online, ku unë merrja pajisjet e mia digjitale teknologjike, hotspotin tem, sepse nuk më rritet e klasa ku isha për shembull interneti, edhe basha lidhjen e nxënësave me klasat e shkollave që ishin në Tiranë ose në Kuçova atëherë. Më pas përfshira në projekte të tjera, i bashim edhe me nxënësit vetë, po u përhap mandena në të gjitha shkollat e Shqipërisë, por projekti ka qenë shumë i vlerësuar. Ishte projekti i parë i uni që u vlerësu, ku mësuam edhe hapet e aplikimit, edhe hapat e lidhjes së nxënësave nëpërmjet platformës që ishte shumë e sigurt, sepse kjo është ajo që unë synoj edhe në jetën e përditshme, siguria e fëmijëve online. Platforma ishte brenda për brenda platformës, mund të lidheshin fëmijët, por nuk kishin mundësi pra të kontaktonin me njëri tjetrin veçmas. Kjo do të thotë që ju keni zbuluar dhe keni hapur derën një pasioni të madh tek vetja, por e keni transmetuar edhe tek të tjerët.
Po, më pas ishte pastaj shtysa që unë përdora kompetencat e mia të gjuhëve të huaja. Ju zotroni gjuhët? Unë zotroj anglishten dhe italishten shumë mirë. Më pas kam edhe anjish gjermanishten. Por kjo lidhja me mësuesat e tjerë që në Europë nuk kanë kompleksitetin e gjuhës perfekte, të bën edhe të jesh më e hapur, më e qiltër, dhe të marrish sa më shumë nga mësuesat e tjerë eksperiencë. Edhe që të shkosh drejt perfeksionimit. Edhe që të shkosh drejt perfeksionimit. Po, kjo është shumë një komunikim dhe bashkëveprim do të thotë ai që futet në ujë dhe do të notoj e ta përmirësoj gjithmonë atë ecjen. Në brezin tim faktikisht ka shumë mësues që i zotërojnë mirë gjuhët e huaja. Po gjithsesi është pasioni dhe dëshira juaj për të marrë këto hapa kaq bashkëvepruese me të tjerë dhe për t'i sjellë si vlera në punën tuaj si mësuese edhe në bashkëveprim me të tjerët. E kam parë këtë sepse ju jeni ambasadore për Veriun dhe e Twinning Albania është pikërisht ajo pjesë e rrjetit e Shqipërisë dhe ju natyrisht bashkërëndoni dhe bëni shkas që edhe mësues të tjerë të afrohen në këtë platformë apo jo? Po, patjetër. Organizohen shumë seminare dhe konferenca në të cilën jemi trajnuese, mësuesish, për ta përdorur platformën. Si arritë të bëhesh i trajnuese? Thash në fillim kemi bë autodidaktin, pas duke qenë dhe mësues informatike, u përfshiva vetë në gjetjen e mundësive, në gjetjen e toolseve që përdoren për mësimdhënien, në gjetjen e platformave që ndihmojnë në mësimin me teknologji, edhe me përdorimin e kompetencave digjitale dhe kompetencave të gjuhëve të huaja, të cilat japin një fleksibilitet në mësimdhënie. Ajo që po më bën përshtypje është dëshira juaj për të zbuluar, për të ecur, për të qenë autodidakte në të gjithë këto kompetenca që ju shfaqni mrekullisht bukur. Ju keni marruar për fizikë dhe thoni që keni atë ecurinë e teknologjisë, gjë që mund të edhe mos e kishi, apo jo? Po, teknologjia ka lind të onë për hatër të fëmijëve të mi. Ashtu. Po. Thash në fillim siguria e fëmijëve për mua është primare. Dhe fëmijët e mi tentoshin të hyshin në lojra online. Por ajo që kam bërë unë, kam qenë një hap përpara fëmijëve te pjesa e lojrave online, ku si lojë e parë që unë jam hasur ishte Minecraft. Loja Minecraft është Lego online. Pra si Legot që vendosen me kuba. Ishte Lego virtuale. Dhe unë jam ul me lujt me fëmijët e mi për ta kuptuar si lojë se çfarë është, sepse ato lidhshin me fëmijë të tjerë në botë, sidomos në Amerikë, dhe kjo pjesa e sigurisë mu më tundonte pak. Arrite të ishin të bëheshe një siguri e mirë për fëmijët tuaj. Po, nga kjo faktikisht ishte shtysa që unë u futa te Microsoft Education. Dhe u bëra Global Mentor më pas për mësuesit, për Minecraft Education Edition. Pra për lojën Minecraft u bëra Global Mentor as a teacher, pra si mësuese. Dhe kam klasën time në Minecraft Education Edition. Kjo do të thotë që ju keni edhe një hapësirë tjetër. Po kam krijuar hapësirën time digjitale në Google edhe në Microsoft, që të jem sa më e hapur. Ju ndjekin shumë në si mësuese në Microsoft? Po, kemi një rrjet mësuesish në Microsoft, të cilat janë përfshi dhe janë mësuese Microsoft Educator Expert. Nga gjithë Shqipëria janë 5 mësuese që e kanë fituar sërish të expert. Unë ndërkohë duke mos pasur dhe kohën e duhur, duke u marrë me pjesën e ambasadores e Twinning, deri në 2020 e kam zhvilluar, më pas jam thjesht, si i thonë, ndjekse e rrjetit, sepse kam zbulu platforma të tjera prap në Europë, të cilat kemi të bëjmë me një personalitet të arsimit
e cila nuk rresh së kërkuari dhe të zgjeruari aktivitetin e saj, natyrisht gjithmonë në shërbim të shkollës, mësuesve dhe nxënësve. Po. Për gëzime përsërish. Besoj se vetëm mirënjohja që ju keni krijuar është vlerësimi më i madh për ju, apo jo? Po, jam shumë e lumtur kur takoj kolegë dhe më thonë bravo. Na knaq kur shohim arritjet tuaja, na knaq kur ne kena mundësi me u përfaqësu nga një mësuese si ti. Dhe kam shumë kolege shumë të mrekullueshme, të cilat në Shkodër e kanë përqafuar shumë këtë platformë, apo jo, e Twinning? Po, në Shkodër dhe në rrjetet e tjera. Unë kam pasur këtu në studio shumë prej. Në Shkodër është një rrjet i gjerë, faktikisht mësuesish që janë regjistruar në rrjetin e Twinning dhe kanë mundësi të kenë atë supportin nga stafi, domethënë edhe nga unë edhe nga stafi. Po është një përfshirje me shumë dashuri, nuk është detyrim, dhe kjo është e bukura. Jo, nuk është detyrim. Ka gjëra që duhen vlerësuar jashtëzakonisht, diçka që bëhet me shpirt. Është pikërisht kjo. Natyrisht ju keni zhvilluar projekte të shumta. Si është ecuria me nxënësit tuaj? Po, një nga projektet që është shumë interesant. Është një projekt që kemi zhvilluar në shkollën Bashkovasa me një nxënës që kishte aftësi ndryshe. Edhe ishte nxënës që nuk arrinte kompetencat me nxënësit e tjerë. Dhe kemi bërë një ekspozit nga nxënës, Angelini e kishte atëherë, dhe më thanë ishte nxënësi. Kemi ba ekspozita e Angelinit dhe kemi quajtur Equal Rights, Equal Opportunities. Ishte një projekt i krijuar nga Diana Borici Muja, mësuese anglishtes. Ky projekt përfshiu shkolla në Shqipëri dhe e kemi prezantuar në një panajër në Lezhë, ku fitoi një çmim. Angelini kishte marrë një tablet nga Twinning atëherë dhe ishte një vlerësim shumë emocionues, sepse kishte marrë dhe Angelin me vete. Pra i jepet një mundësi ku ai fëmijë të shprehte talentin e tij, edhe pse nuk dinte ndoshta me lexu librin tamam, në kompjuter ishte perfekt. Pra, ju keni trokitur në ato që ai dinte të bënte, jo në ato që nuk dinte të bënte. Dhe duke zhvilluar këtë, si keni dhënë gjë tjetër veç se një mbështetje, një besim për ecjen. Kjo është pikërisht punë drejt për drejt që nxënësi e ndjen. Ashtu siç mund të kenë qenë shumë tema të ndryshme, projekte që ju keni fituar, jeni bërë lider, keni bashkëvepruar me të tjerat apo jo? Po, në përfshirjen e rrjetit e Twinning kemi bërë shumë projekte, të cilat kanë fituar çmime. Unë drejt për drejt kam fituar çmimet e dyta sepse kam qenë suportuese e mësuesave për dalë në fillim. Kam pas shumë mësuese që kanë fituar çmimet e para, siç ishin edhe Manjola Adriana Teutalaxhia, që i përshëndes me shumë përzemërsi. Edhe shumë mësuese të tjerë që kanë fituar rishtazi tani, që do të jepen çmimet në ka një rrjet edhe të hershëm edhe më të rinj që kjo platformë po përhapet edhe në breza mësuesish. Them se po kuptohet më së miri nevoja e përfshirjes në projekte dhe punën me projekte. Po kuptohet nga mësuesit sepse aty arrihet zjarret më e mira e fëmijëve. Fëmijët ndahen sipas grupeve vet, koordinohen vetë, menaxhohen vetë, mësuesi është thjesht drejtues i punës, por për të pasur atë lehtësinë e përdorimit të teknologjisë, pra për t'i drejtuar fëmijët në përdorimin më të mirë të teknologjisë, është pastaj regjistrimi, se aty regjistrohen dhe nxënësit. Pra, unë kam pasur edhe nxënës dhe më erdhi jashtëzakonisht bukur që mirë që nxënësit pikërisht janë të përfshirë vetë si personazhe me avatarin e tyre dhe komunikojnë brenda kësaj platforme të mbrojtur, të siguruar, por që ju jep një bashkëveprim të jashtëzakonshëm. Dhe temat janë nga më të ndryshmet. Temat janë nga më të ndryshme sepse mësuesit me të cilët unë bashkëpunoj janë të cikleve të ndryshme. Fillan nga kopshti
edhe vazhdon në ciklin fillor, 9 vjeçar edhe gjimnaz. Por në ditët e fundit unë jam duke bashkëpunu dhe me universitetin për të bërë lidhjen e ciklit kalimit pra nga para universitari në ciklin universitar. Kjo lidhje është me mësuesit e masterit, të cilët kam regjistruar një pjesë me ndihmën e pedagogëve pranë Vera Kraja dhe Sidita Duraj të fakulteteve të ndryshme. Ja është një bashkëpunim mbreslans ku pedagogët janë shumë suportuese. Mësuese Lindita, ajo ftesë e parë në 2014 për të hapur një link dhe për të shikuar se çfarë është ky link, dhe për të zbuluar, për të kërkuar më tej, shënoi fillimin e një rruge të veçantë për ju. Ju keni zbuluar veten aty dhe e keni zhvilluar atë. Si e shihni ju Linditën nga 2014 në vazhdimin e saj, sepse ka disa kompetenca, ka kompetenca digjitale, ka kompetenca të gjuhës, ka shumë kreativitet, ka mundësinë dhe e bashkëveprimit dhe bashkërendimit të veprimtarive. Si e shihni? Kompetencat janë në 6 fusha. Kompetencat, domethënë, që i përmendët, është kompetenca gjuhësore e komunikimit, është edhe kompetenca qytetare. Kompetencën qytetare, të cilën unë e kam të parën, domethënë, ajo që i vendoset nxënësve të jemi qytetar të denjë edhe të kemi më të mirën për veten dhe për komunitetin. Kjo është ajo që është motoja ime për nxënësit, dhe ato ndihen shumë të qartë me pjesën e kësaj, që çfarë bën e twinning. Janë nxënës, unë kam bërë mësim në shumë shkolla, duke qenë në lëndën e fizikës, kishte atë pjesën që nuk kishte orë dhe unë basha plotësim në një shkollë tjetër, në shumë shkolla të mira në qytet. Kjo gjë ju ka lodhur paksa, ju ka bezdisur, apo ju ka dhënë një atmosferë tjetër pune? Ka lodhur në pjesën njerëzore. Duhet me thënë që në momente të caktuara unë harrosha ditën ku kam të cila shkollë. Por në pjesën profesionale ishte sfidë e veçantë. Se ketë bashkë me shumë stafe, ketë bashkë me shumë nivele shkollash, ose me shumë taktika të mësimdhënies. Pra ju ka pasur si përvojë. Po, si përvojë. Ose kjo pjesa që më ka ndihmuar mu, ndarja e përvojës time, është bërë më e mirë, sepse ti je shumë shkolla, e ndan edhe më bukur në gjitha stafet, se çfarë po bën ti për jashta pjesës tradicionale të mësimdhënies. A nuk është pak sfiduese për një grua e cila natyrisht ka shumë detyrime dhe që orarin e punës e zbaton korrektësisht, rigorozisht, të jetë kaq e shumë fishuar sa që jeni ju? Është sfiduese, faktikisht. Unë kam përfshirë dhe familjen, do thonë, lere mamin se ka e twinning tash. Kam përfshirë. Po kjo është edhe pasion dhe kënaqësi. Po, faktikisht i kam marrë shumë familjes kohë. Duke qenë se jam në takime online, në takime on-site, në konferenca, në seminare, kam marrë pak nga pjesa familjes. Si çdo gru që ka një karrierë të caktuar, i humb pak pjesa e menaxhimit. Por asnjëherë borç, sepse orët e vona të natës janë totalisht për atë çfarë duhet të realizohet, edhe për familjen që është më dashur apo jo. Do të them që i kam shumë suportues, domethënë, është pjesa e familjes që të ndihmon të krijosh dhe të menaxhosh më së miri atë për cilën ti i ke vënë qëllim vetes. Po kjo do të thotë që edhe sfidë në ecurinë e një dite, ndoshta orë të zgjatura, që e kalojnë kufirin e ditë natës, dhe aty ku mbaron ora 12 fillon një ditë. Një gjë shumë e bukur se unë isha online gjithmonë, dhe edhe nxënësit ishin online, dhe unë që i shkruasha shkofli. Dhe thoshin, na ka bë zysha me shku me fjetë 12 se na gjen gjithkund. Kjo është shumë e bukur. Ju thatë që kompetenca qytetare është e para, dhe kjo është, po bën shumë përshtypje. Një mësuese në radhë e parë është një edukatore. Është një njeri i cili mbështet në mënyrën më qytetare ecurinë e nxënësit. Prandaj e themele
Prandaj keni pas nxënës dhe keni nxënës të mirë që edhe nga këto ecuri të projekteve apo të frymëzimit që marrin nga ora juaj kanë vijuar bukur, mirë, me sukses. Nxënësit gjitha shkollat janë të nivele, pra klasa vetë ka nivele të ndryshme nxënësish. Pra ka nxënës shumë të mirë, ka dhe nxënës të mesëm, por ka dhe nxënës që nuk kanë interes. Jo se janë nxënës këqij, po që kanë interese për fushat tjera. Pa. Dhe përfshirë në e-twinning kanë nxjerrën pa talentet. Aty në nxënësve që janë kështu si zona gri që i quajmë. Kuptoj që nga një herë janë të heshtur, por që nuk e tregojnë. Por që ne kemi pa, domethënë, kompetenca të jashtëzakonshme të nxënësve që janë të heshtur. Pra kena nxjerr një piktor shumë të mirë, një organizator shumë të mirë, një rregullues për shembull teknik kompjuteri shumë të mirë, që nuk e dishim se e dinte për shembull. Ose nuk dishim që futeshin në gjitha platformat, na tregoshin që mësu se kjo bëhet me këtë, se është me e kollajt. Edhe kur thonë, po që janë të projektet, se ka edhe që i bëjnë në mënyrë edhe fiktive, por këto projekte kur një nxënës e prek me duart e tij dhe ulet për ta shkruar në tavolinë me dorën e tij, do të thotë që ka një ndjeshmëri të veçantë dhe aty që ndes zjarrin e diçka që zbulohet. Kjo është vlera, apo jo? Po. Përveç se asaj gjurmë të bukur dhe motivuese që lënë të gjithë klasa dhe grupi që asnjëherë nuk do të harrojnë. Normal. Ato kanë edhe atë mundësinë që këto projekte që bëjnë në shkollë mos mesin vetëm në shkollë. Pra të shohin edhe më vonë, më pas. Të shohin veten se sa janë rrit edhe ato se dhe të komunikojnë me nxënës edhe të vendeve të tjera. Edhe të komunikojnë. Një eksperiencë shumë e veçantë ishte takimi me një shkollë në Zelandën e Re, ku ato kishin një projekt 24 orë në shkollë. 24 orë. Dhe bashin çdo orë një lidhje me një shkollë nëpër botë, që kishte caktuar një takim, domethënë. Dhe ne kishim caktuar një takim në orën 11, ato ishin në 7 darkës. Ne këtu ishim në 11 të darkës. Në 11, jo, të ditës, se ishim në shkollë. Pa. Ato ishin 7 darkës dhe ishin në palestër me kështu me batanije vendosura se ishte ftohtë. Dhe e quaj Mystery Skype. Pra ato duhet gjeshin vendin se me kë po komunikojnë, se nuk thuaj nga mësuesit me cilin vend po takohemi. Edhe këto nxënësit e mi duhet gjeshin se me kë po takoheshim dhe merrshim një hartë madhe nga mësuesja gjeografisë, pra është ajo ndërlidhja mes lëndëve. Nganjëherë merrshim edhe mësueset me vete, mësueset e anglishtes për shembull mos shumtit ose të histori gjeografisë, për të bërë atë menaxhimin e njohurive të nxënësve. Me se këte e kemi bën me zyshën filan, me zyshën. Pra, një bashkëveprimi dhe gjeshin me cilin vend po komunikojnë në hartë. Mësuese Lindita, ju nuk rreshni, ju jeni ambasadore për veriun e Twinning Albania, kësaj platforme europiane e mbështetur nga Komisioni Europian, por që përfshin një numër të madh të shkollash, ju po thoni edhe në kontinente të tjera, apo jo? Po. Ndërkohë që keni zbuluar edhe disa platforma të tjera, të cilët ju po i zhvilloni, që lidhen gjithmonë me fushën e edukimit. Po, patjetër. Është kjo pjesa e teknologjisë që më përfshin. Unë jam leading teacher për kodimin. Pra, Code Week është një platform tjetër. Programimin. Po. Është një platform tjetër, Code Week, është përsëri e Komisionit Evropian, ku ka një numër të madh leading teachers në vende të ndryshme. Në Shqipëri janë 7, besoj, të regjistruara dhe që përdorin teknologjinë për ta përfshirë nxënësin në kodim, ku përdoren shumë platforma kështu digjitale, siç është Microbiti, siç është robotika, është CodeMonkey, janë shumë platforma që përfshihen në këtë, duke bërë projekte të ndryshme të filluar që nga klasa parë, thome, deri në gjimnaz. E ndërkohë me Microsoft është lidhja tjetër me Microsoft, po, Education Edition, është Microsoft Education Edition, platforma e ofruar nga Microsofti për mësuesit në botë. Ne kemi qenë mësuese që jemi përfshi si ekspert
Microsoft Educator Expert, dhe kemi bë lidhjen mes platformave digjitale dhe të Microsoftit, se janë platforma të ndryshme, domethënë të Google-it me Microsoftin. Edhe gjoni këtë mësuesa. Jam global mentor për Minecraft. Edhe gjoni këtë mësuesa, nuk është thjesht një mësuese. Mësuesi Lindita është shumë mësuese. Unë faktikisht kam rrimë edhe mua dhe mësuesa në vende të tjera, jo vetëm shqiptar. Ato më shkruajnë dhe i përgjigjem. Si përdoret kjo, domethënë. E gjash më bukur. Ju jep Pra një vlerësim kështu botor. Një kënaqësi të jashtëzakonshme. Keni marrë vlerësime, natyrisht, por vlerësimi më i madh është ai që të japi njerëzit me të cilin bashkëpunon, absolutisht, komunikon. Kjo është mendjesore. Një çmim sa do të jetë është thjesht për të varur në mur, kurse kjo marrëdhënie janë të gjitha platformat, faktikisht të duhet ta them se janë të gjitha platformat të mbështetura nga Ministria e Arsimit. Pra nuk është se mësuesi po gjen diçka shumë private, vete, si thonë. Mbështeten nga Ministria e Arsimit, edhe nga drejtoritë arsimore dhe ZVA-ja Shkodër, për shembull, kam gjetë një mbështetje shumë të madhe, sepse kam pasur të bëj me lëvizje të shumta për të bërë konferencat, seminaret dhe bashkëpunimet, projektet. Dhe këto normalisht ndikojnë në orarin e punës. Kjo ka qenë një sfidë në vetet faktikisht, po unë kam gjetë një suport shumë të mrekullueshëm tek pikërisht tek këto drejtues të arsimit. Lindita, ke ndonjë si thua prejardhje të hershme që lidhet me arsimin, ose dikë që e keni si shembull, sepse gjithmonë mësuesi është figurë që nuk harrohet, sa do vitet kalojnë, apo thjesht ju jeni motivuar sepse jeni vetë gatuar në këtë mënyrë? Unë jam e bia e Janus Cungut. Janus Cungu ka qenë një mekanik dhe ka pas fitu një çmim dikur në kohrat e partisë, si thonë, ka qenë mekanik novator. Kanë pas ndërtu atëherë traktorin e parë me detalet të gjitha të prodhuara në SMT në Shkodër, dhe quhshin inovatori i Shkodrës. Edhe unë po ndjek hapet e timeti faktikisht në këtë rast. Respekt shumë. Sepse kjo është. Tek fëmia në një mënyrë një tjetër, pa thënë shumë fjalë, ke mbjell diçka me shembullin. Po, si thojmë ne, dardha në kavishtin. Besoj se me gjithë këto angazhime ti nuk rresht me nxënësit e tuaj, ke patjetër që ke një projekt afërt, apo jo? Po, projekti që unë po marr pjesë, kemi apliku faktikisht dhe kemi marrë certifikatën e fundit, ishte projekt në bashkëpunim me Kosovën. Dhe Kosova është regjistru këtë vitin që kaloi në e-twinning, dhe ka marrë pra atë okejn nga Bashkimi Evropian për të qenë pjesë e e-twinning. Dhe projekti ishte trashëgimia kulturore e dy vendeve. Ishte projekti krijuar nga Ardiana Marku faktikisht, në bashkëpunim me një kolege Kosove. Bashkovasës, e përshëndesim. Kur shkolla jonë e Diturham u përfshi më zgjëri. Nxënësat ishin shumë të interesuar sepse vetë paraqitën ato herojt e Shqipërisë duke bërë kërkimin për ta, duke bërë menaxhimin e informacionit dhe duke i bën një si mini show të vogël me bashkëpunim me mësuesët e historisë edhe drejtorishin e shkollës që e përshëndes, sepse është e fushës, dhe ka dalë një projekt shumë i bukur. Kjo është vlera që një mësues përcjell tek nxënësit, por edhe bashkëveprimi që ka me kolegët. Natyrisht mësuesa Lindita nuk rresht. Dhe kjo është tashmë në atë që i vlon në deje çdo ditë për të menduar diçka të re. Kreativiteti dhe kompetencat që ajo zotron e bëjnë që të kenë pikërisht këtë lidhje me shkollën, me kolegët, brenda dhe jashtë vendit. Besoj se keni marrë eksperjenca edhe në vende të tjera, keni ftu grupe, kanë shkuar nxënës apo jo? Kemi qenë në projektin që
kemi marrë nxënës me vete në një fushat Move to Learn, Learn to Move. Kemi qenë në Bukuresht. Edhe kemi ba lidhjen me një shkollë në Bukuresht, në qendër, ku kemi pasë si funksionon mësimdhënia në Rumani, edhe se si mund të, domethënë të kemi një krahasim të mësimdhënies në Shqipëri dhe Rumani, ku nxënësit ishin shqiptar dhe u mirë pritën nga nxënësit rumun. Mandaj na shëtitën në për Rumani, na tregun kulturën dhe na bëni përshtypje që një park në Rumani ishte parku kryesor, ishte edhe na infrashë, ishin edhe kështu rilindas dhe figurat e tjera. Sepse ato na thoshin, ne kemi shqiptar këtu. Pra, ishte pjesa e Twinning Albania ka 10 apo 20 vite? Twinning Albania ka 10 vjetorin në Shqipëri, po ka 20 vjetorin që është kriju në Europë, dhe ne kemi festu 20 vjetorin në këtë vit. Si platformë europiane. Pra kemi ba festimet për 20 vjetorin. Janë hapa që nuk reshtin, janë hapa që të frymëzojnë, janë hapa shumë të motivum dhe shumë të vlerësum. Për ndryshe, gjithë kjo ecuri nuk ka rezultatet e saj. Mësuese Lindita, Cungu, Lohja. Është shëmbëltyra e kësaj veprimtarie të mrekullueshme të një figure të mësuesit, por edhe të një gruaje që sfidat i kthen në beteja të fituara. Unë ju falenderoj shumë për këtë ecuri shumë të bukur, mbreslënëse, motivuese. Këtë ecuri që ka treguesit e vet dhe që nuk resht së pasuruari. Kjo është e bukura. Nuk lodheni asnjëherë, përkundrazi frymëzoni. Është dëshira për të marrë më të mirën nga profesioni, për ta zhvilluar më tej. Sepse ne kemi edhe kështu shumë diskutime që ç'a të jep kjo për shembull, ç'a më jep një kënaqësi pa pame. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë për gjithë çfarë thatë, për ecurinë tuaj, për figurën tuaj shumë të nderuar. Faleminderit edhe ju për ftesën edhe një herë. Ishte shumë e vlefshme takimi me ju sot. Ju uroj vetëm suksesa. Faleminderit shumë gjithë mësuesave.